siç ka qenë, ashtu po do vazhdoj të qëndroj. Ajo që po ndodh me zotin Berisha më shumë se sa ngjarje tani është bërë një pikpamje filozofike, do ta quaja unë, zoti Berisha tashmë do të analizuar në aspektin metafizik. A do me thënë, çfarë do të them? A duhet të ekzistojë më një entitet, një fenomen që është krijimi i Partisë Demokratike pa zotin Berisha? Kush ishin arsyet e ekzistencës së Partisë Demokratike? Kush ishin impulset, flukset, ngjarjet që sollën zhvillimin e Partisë Demokratike, më të qëndësishme, më të thella, të studiuara më të thella, në mënyrë më të detajuar. A ekzistojnë këto ngjarje pa zotin Berisha si ekuacion, apo duhet zhbërë dhe duhet zhdukur fare Partia Demokratike pa zotin Berisha? Pra, kjo është koncepti që zoti Berisha tashmë ka me Partinë Demokratike, raporti që ka me Partinë Demokratike, ka një raport filozofik. Madje prandaj dhe ai thotë, është pak ironike kjo, është po jap me tonë shpotitës, domethënë, por prandaj ai thotë edhe këtë që shkon vetë edhe si misionar, domethënë ai tani nuk po bën më politik. Megjithatë, në një shikim cinik, do ta thoja unë, por gjithmonë brenda objektivitetit do mundohem të tregojmë, unë mendoj që zoti Berisha ka bërë gjë më të mirë sepse ajo parti, jo si simbolik, si logo, si histori, por ajo manifest figurash buratin të zotit Berisha, që janë në atë parti aktualisht tani, zotin Berisha meriton. Për zotin Berisha luftoi, për zotin Berisha i tregoi publikut demokratëve nga dinamika e 2021-shit, 8 janari 2022-shit, deri sot që po flasim, i tregoi fytyrën e saj më të shëmtuar, fytyrën brutale të vllavrasjes, deri aty arritën për pak, për interesa të qarta fare, meskine, personale, primitive të familjes Berisha. Tani, kur ti bën një betejë vllavrasëse me kokadashi, me vare, me sopata, kundër vëllezërve të tu opozitar 8 vite në atë periudhë, kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë palca e shtyllës kurizore të Partisë Demokratike, ajo që e solli Partinë Demokratike në pushtet 92-shin, pra e rezonve boshin ideologjik që ti ke pasur, tani ti nuk mund të lëvishin ti të bukur dhe të thuash pasi kam bërë gjithë këto akte detrimentale, destruktive brenda vetes time, autoshkatruese, tashmë do ta rrëzoj motivin dhe kokën e lëvizjes tonë. Tani ti e peng, se fjala peng tingëllon keq sepse është përdorur shumë nga zoti Berisha, por tashmë ti je i burgosuri i veprimeve të tua. Dhe njerëzit që sot kërkojnë zotin, që kërkojnë që në 2026 zoti Berisha mos kandidojë më, duhet kuptojnë që ata nuk kanë liri më. Lirinë e tyre kanë dorëzuar në momentin që u bashkuan rreth themelimit dhe foltores. Ata kanë më liri, janë ushtar, do thuash tashmë, të robëruar. Të robëruar dhe mungesa, do me thënë, ai shkrimtari Robert Greene e ka thënë shumë bukur ato 33 ligjet e pushtetit që mënyra më sofistikuar, por dhe më efikase në të njëjtën kohë e marrjes së lirisë është kur ti e bën bashkëpunëtorin tënd, bashkëutharin tënd, bashkëpunëtor në krim. Dhe zoti Berisha i ka bërë bashkëpunëtor në krim. Pra, ato që unë bëra një retrospektiv nga 2021 deri tani, për mos folur pastaj për drejtorët, ish ministrat, figurat politike të kalcifikuara, që përbëjnë një trup të atrofizuar me Flamur Nokën, me Albana Vokshin, Dritan Sheun, me radh, që janë super të konsumuar, po të gjithë bashk, ka një historik që janë bashkautor në krime zotin Berisha. Janë bashkautor në vllavrasjen e demokratëve, janë bashkautor në ridimensionimin e Partisë Demokratike nga një parti pro-perëndimore, pro-euro-atlantike, në një parti haxhiqamiliste, që i thoshte ambasadorit të Amerikës ndes për termin kimete dhe proklamonte sovranitet, shkëmbë granitin mes Ballkanit. Pasi gjitha këto janë krime, këto gjitha pse janë krime? Janë krime sepse bën një vrasje politike dhe ndjes pase për termin se nuk do të hyn në semantik, po terminologji pak e rënd, vrasje krime më thetash, por të gjitha këto sollën reduktim dhe vrasje të shpresës së Partisë Demokratike për të ardhur në pushtet dhe
sollën fitoren e majtë të Partisë Socialiste në 11 maj të 2025-ës. Këto e sollën. As një faktor tjetër nuk solli që Partia Demokratike të vente gjithmonë dhe në shkatërim dhe në zvoglim dhe në se nuk është problemi se humbet, se mund të humbasësh por krijon frym dhe je shumë afër kundërshtarit, por ata po humbasin duke vrarë çdo lloj shpresë dhe çdo lloj po themi perspektive për të ardhur ditën fitore. Pse? Pikërisht për këto arsye, për arsyet që bëri luftën, po e përsërisë një herë, luftën vllavrasëse me demokratët, luftën kundër palës të ideologjisë Partisë Demokratike të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe qëndrimet korporative si një ekip monolit para spakut dhe përballë drejtësisë për të mbrojtur pasuritë e zotit Berisha. Kështu që tashmë mbasi ke bërë gjithë këto mëkate, mos ta quaj më fjalën krim, mbasi ke bërë gjithë këto mëkate politike, këto akte detrimentale për imazhin personal të çdo figure që e përfaqëson aty, pa edhe zotit Besar Xhaferi, nëse ti po I referohesh atij. Sepse dhe ai me deklaratën që bëri dje gazetari Qafoku ka ngritur edhe një stui edhe të njerëzve që mbështetin zotin Berisha, e kanë quajtur të shitur, e kanë quajtur që nuk ka pasur asnjë kontribut për mandatin që ka marrë. Çfarë po ndodh si? Pra pasi zoti Xhaferi ka bërë gjithë ato akte që se ka qenë pjesëmarrës, ka qenë bashkëfajtor dhe bashkëautor në gjithë ato krime ndaj demokratëve, do t'i quaja unë. Pra ka qenë 8 janar në sulm, ka qenë në retorikën që nuk na duhet, pavarësisht se nuk e thotë se dhe Flamur Noka. Nuk e ka thënë ndonjëherë që nuk na duhet Amerika. Po. Përkundazi ka thënë kemi marrëdhënie shumë të mira me Amerikën, po ana tjetër protestonin dhe akuzonin për çdo gjë.